Në shkollën jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa u zhvillua bashkëbisedimi mes nxënësve dhe mësuesve në kuadër të ditës së librit. Përmjet librave duket sikur kam vizituar shumë vende, shumë personazhe, kam mësuar shumë histori dhe shumë mesazhe që më kanë ndihmuar shumë për jetën. Shkon në një botë tjetër, në një vend tjetër, jashtë realitetit që ne kalojmë përditshëm, nga një lodhje e përditshme në një argëtim shumë të bukur. Unë zakonisht me dëshirën time të lexoj për kënaqësi, por veprat që ne duhet të analizojmë në shkollë dhe që më kanë pëlqyer janë për studime që ne të mësojmë shumë për jetën tonë, po dhe përgjithësi ato që ne lexojmë për kënaqësi na mësojnë se si të silemi në situata të ndryshme. Në shumë libra mund të gjejmë veten dhe ta zbulojmë dhe ta kuptojmë më mirë këtë, që do të na ndihmojë shumë për të ecur para në jetë duke besuar në vetvete. Libri në shoh si terapi. Pas çdo gjëje që ndodh gjatë ditës time, kur futem lexoj, zhvendosem në një botë tjetër, ku shoh diçka tjetër komplet ndryshe nga jeta ime. Mësuesit inkurajuan nxënësit që të vazhdojnë leximin, pasi libri është miku më i mirë për ta dhe koha që lexon një libër është shumë herë më e rëndësishme dhe me vlerë se koha që harxojnë në internet. Unë i quaj të pafajshëm nxënësit përballë asaj sfide që është teknologjia dhe që ka bërë tërheqjen e vëmendjes. Dhe këshilla që u jap nxënësve është në vend që të shfletosh një faqe rrjeti social, shfleto vetëm një faqe libri në ditë.